Përshëndetje, me mu sot është Albiona Becelica Beha, një prind i mrekullueshëm, facilitatore e programit të disiplinës pozitive, gjithashtu edhe punëtore shëndetësore, mirë po mbi të gjitha prind që vetë ka apliku disiplinën pozitive me fëmijët e saj dhe vazhdon me apliku. Albiona, mirë se erdhe. Faleminderit, mirë se u gjeta. Faleminderit për ftesën. Albi desha diçka ndoshta me hi direkt në temë, se është një temë që është shumë aktuale, prind e ri kanë fillu me apliku pak ma shumë kjo tema e disiplinës pozitive. Çka është, pse është që ka që rëndësishme sot? Disiplina pozitive në prindërimin e përditshëm është një program i cili është krijuar si përgjigje e rekomandimeve të raportit të Kombeve të Bashkuara për dhunën ndaj fëmijëve. Si rezultat apo si përgjigje e këtij raporti, profesoresha e Universitetit të Manitobës, profesoresha Gjoan Duran, ka arritur të krijojë një program enkas dhe specifik i cili ju ndihmon prindërve t'ju ofrojë një qasje krejt ndryshe në raport me fëmijët e tyre, një qasje sa më të lirë, një qasje e cila ndërton besim, lidhje edhe krijon vlera morale në raport me fëmijën. Është një metodë e re, ose është një program shumë i ri, i cili fillimisht do të thotë është pilotuar në disa vende të botës, mirë po fatmirësisht për shkak të hulumtimeve të cilat kanë dalë dhe rezultateve të mira, ka filluar me u përdorë edhe me bo shtrirje në gjithë vendet e botës. Sot pse është e rëndësishme disiplina pozitive, është pikërisht për faktin se e eliminon çdo formë të ndëshkimit. Do thotë në qendër është fëmiu, edhe është fëmiu si qenje që përfshin jo vetëm mirëqenjen edhe aspektin fizik, por edhe aspektin psikologjik, aspektin emocional. Kjo është edhe ajo pika kryesore çka në një farë mënyre e fuqizon aspektin e programit të disiplinës pozitive. Po m'pëlqen që po thu fëmia në qendër, se Montessori dhe metodologjia Montessori, fillimin edhe fundin e ka fëmijën me qenë si një farë lloj udhërrëfyesi në procesin e mësimit, procesin e zhvillimit e tjerë, dhe mendoj që disiplina pozitive jashtëzakonisht shumë përshtatet me metodologjinë Montessori, për shkak të krejt çdo pikave që i përmende, po më e rëndësishmja është që në metodologjinë Montessori nuk ekziston dëshkimi. Dëshkimi në sensin klasik që i kanë dëshku përpara fëmijët. A mund të na tregu pak pse nuk funksionon dëshkimi, se na e dim prej eksperiencës çdo ditë pse punoj me fëmijë, pse nuk funksionon, po prej aspektit të disiplinës pozitive, nëse mund të na tregu pak pse nuk funksionon dhe çka mundet me e zaventu këto. Disiplina pozitive do thotë e eliminon çdo formë të kushëzimit të ndëshkimit, qoftë fizik, qoftë emocional, bërtimën, etiketimin, domethënë në një farë forme e plotson programin e Montessorit, sepse çdo formë e ndëshkimit është ndaluar në programin e disiplinës pozitive, sepse përmes ndëshkimit do thotë fëmiu i cënohet e drejta e mësimit. Do thotë fëmiu nuk i japet mundësi për me mësu. Përmes disiplinës pozitive, fëmiu i japet hapësirë për me mësu, për me kriju vlera morale, për me ndërtu mekanizma për zgjidhjen e problemeve në mënyrë konstruktive pa dhunë. Sa që kur të rritet, prej një fëmije të tillë do thotë krijohet një person i matur, i cili në të ardhmen ka me pas mundësi me vepru pa asnjë formë të ndëshkimit me të tjerët. Kur flasim për disiplinë dhe fjala disiplinë, mendoj që neve si popull pak na tut se disiplina ka qenë diçka që është asociu me ndonjë lloj, kushtimisht po them, dhune. Ka pas raste të me thonë që dhuna ka qenë edhe fizike ndaj fëmijëve, mirë po edhe psikologjike. Disciplina tash, kjo disiplina pozitive ma shumë shihet sikur me thonë diçka që është si mësim për jetë e jo frikë. Mendoj që kjo është një pikë tepër e rëndësishme pse fokusohem shumë te disiplina pozitive, me u pasi diçka që është mësim e jo me u frigu prej saj. Pajtohem plotësisht Ylka, sepse përmes disiplinës pozitive do thotë fëmiu i japet mundësia për me mësu. Fëmiu ka lirinë e plot për me mësu. Do thotë e nxit mësimin. Mirë po, disiplina pozitive nuk është recetë, nuk është program i cili e ka një recetë, përmes së cilës do thotë prindi ka me pas mundësinë për me bo një tik, edhe me thonë ja rrita edhe fëmiu im është më i miri mundshëm. Do thotë jo, është program që
duhet me pas shumë durim, duhet me pas shumë përkushtim, edhe është program që të udhëzon, i jep prindit në një farë formi, i jep informata se çysh duhet me u qas fëmijët, duke kriju lidhje në raport me fëmijën, duke ndërtu besimin në raport me fëmijën, dhe përmes kësaj do thotë fëmijët i jepet një ambient i sigurt, nxitës, mbështetës, ku fëmiu me të vërtet ka me mësu, ka me u nxit me mësu, gjithmonë duke kriju rregulla, do thotë duke kriju rregulla të cilat duhet mi respektu. Prind për dallim sot kanë frikën se në rast se përdorin disiplinë pozitive, në një farë formë humbet autoriteti, që nuk është e vërtetë as pak. Sepse përmes disiplinës pozitive do thotë krijohen disa rregulla të cilat duhet me u respektu, edhe bashkarisht në raport me fëmijën, domethënë, në këtë rast mund të më përfshijë edhe edukatorja, kujdestarja, profesionisti shëndetësor, kujdestari apo personi relevant që është pjesëmarrës në procesin e edukimit të fëmijës. Dhe në këtë formë, domethënë, i krijohet një mundësi fëmijës që me të vërtetë me arrit potencialin e plot në të mësuarit. Diçka shumë interesant që e përmende është puna e rregullave. Maria Montessori disiplinën e sheh sikur freedom within limits, liri brenda kufijve. Kufit janë qartë, janë gjithmonë të njëjtë dhe konsistent, edhe ata nuk ndryshojnë, edhe fëmia pak a shumë e kupton limitin edhe asnjëherë nuk e tejkalon ato. Gjithmonë e teston, po nuk e tejkalon një limit të cilin e ke qitë që është i qartë. Me prindrit çka vremna, çka shohim që e përdorin disiplinën pozitive, ajo shpesh herë është e keq kuptume dhe keq interpretume prej prindërve, sepse në disiplinën pozitive harrohet me u vendosë që ta kufit e caktum. E shohim prej eksperiencës tonë që kur nuk ka kufit caktum, mandina aty është një liri e jashtëzakonshme e pakontrollume. Çka mundem me thonë prej përvojës si prind, ku unë e kam praktiku, do me thonë edhe vazhdoj me praktiku programin e disiplinës pozitive, mirë po të njëjtën kohë dhe si në aspektin profesional si facilituese këtij programi, e kam vërejtë që prindërit shpesh herë hezitojnë me praktiku programin, një sikurse te pjesa e Montessori siç e cekët, për shkak që nuk e dinë se deri ku i kanë kompetencat e tyre. Do me thonë nuk janë qarta kompetencat e prindit, edhe në njëjtën kohë nuk përcaktojnë mirë kufit. Do me thonë, në rast se prindi i cakton kufit, mirë po kufit duhet me pas parasysh, do me thonë, varësisht prej moshës të fëmijës, sepse jo se cilën moshë kufit mund me qenë të një. Do me thonë, duhet me marrë për bazë fazën e zhvillimit të fëmijës, edhe në bazë kësaj, prindi duhet me pas të qartë se deri ku është kompetenca e fëmijës, edhe deri ku janë kufit të cilët i kanë caktu. Në këtë formë, jo vetëm që se humb autoritetin, po në këtë formë do të thotë edhe fëmiu mëson rregullat të cilat duhet qartë i respektu. Do me thonë, pa kushzim. Po, e vërtet, edhe e cekë diçka punën e moshës, se na në Montessori kur flasim për një fëmijë edhe problematikat e çatij fëmije në një moshë caktume, i diskutojmë vetëm në aspektin zhvillimor. Do me thonë, duhet me pas duhet me kuptu shumë mirë në cilën fazë zhvillimore është ai fëmijë, me ditë që ato problematika që i ka, ajo në tipike të moshës, apo është diçka që është jashtë asaj që ka pritet prej një fëmijët. Mendoj që nështë i shkon mirë me diskutu pak punën e moshës 2-3, që është pjesa mendoj më e vështirë e zhvillimit fëmijëve në moshën 1 deri në 6 vjeç, për ka aspekti emocional, për shkak se ata në aspekt emocional, psikologjik zhvillohen, mirë po të folurit nuk ju zhvillohet sa duhet, edhe kanë shpërthime ose tantrume. Do shta me fol për që pjesën e qytynve sfidave dhe pse ato janë në fakt pjesë e zhvillimit normal. Edhe qysh me apliku disiplinën pozitive me qëtë moshë, se është shumë e ndihshme. E pikrisht, për me pas një pasqyrë më të mirë disiplinës pozitive, do thotë, merret një shembull është analogjia e ndërtimit shtëpisë. Për me pas ma qartë, ma dhe pse është e rëndësishme me kuptu edhe fazën e zhvillimit, sidomos në mosha të hershme 0 deri në 6 vjet. Do thotë, për me ndërtu një shtëpi, duhet me pas një plan. Përveç plani, duhet me pas mjetet. Pavarësisht janë mjetet të fizike, apo edhe ato financiare. Duhet me i pas materialet e me ditë me përdorë edhe llojet e materialeve për ndërtimin. Mirë po është e pamundsshme në proces ndërtimit, mos me hasën sfida. E pikrisht to janë sfida të cilat e bojnë procesin e prindërimit më të vështirë. E në këtë rast, plani i shtëpisë është qëllimi afatgjatë.
qysh dënë me pati fëmijën tënë kur është 25 vjeçar. Me thonë, secili prind duhet me identifiku qëllimet afatgjata të fëmijët. Dëshiron që fëmiu me qenë i pavarur, i suksesshëm, empatik, human, ose varësisht prej natyrës se çka dëshiron fëmiu yt me qenë në të ardhmen, kur është një person i rritur. Do të thonë, ai është qëllimi afatgjat i disiplinës pozitive. Mirë po, për me ndërtu dhe me realizu këtë qëllim afatgjat, ty duhet mi pas mjetet. E mjetet kryesore i disiplinës pozitive janë ofrimi ngrohtësisë, që është dashnia, cilën mundën me ofru pa kushte, edhe është struktura apo dhënia informatave, instruksionet e vazhdueshme. Do të thonë shumë e thjeshtë, janë dy elemente të vetme që ty duhen për me realizu programin. Edhe në një farë forme me arrit me përmbush atë qëllimin që fëmiu yt kur të rritet me qenë një fëmijë suksesshëm, i pavarur, empatik ose human ose i sinqert ose varësisht çfarë karakteristika të temperamentit i don mja përforcu fëmiu. Dhe mbas kësaj, për mi arrit, pika kryesore është me kuptu fazën e zhvillimit të fëmijët. Nëse secili prind arri me kuptu fazën e zhvillimit të fëmijët në cilën ndodhet, e ka shumë atë lehtë me realizu procesin edhe rrugtimin e prindërimit. Pritshmëritë janë tjera. Nuk është që e bën vetit presion si prind me usill fëmija në një mënyrë caktume, kur nuk e kupton se një fëmijë 2 vjeçar nuk mundet asnjëherë me usill si një fëmijë 5 vjeçar për shembull. Po se prindive që ka pasqyrën e informatave para vetës, ai e din që prej një fëmiu 2 vjeçar pritet me bu sjellje kritjera jo konform rregullave dhe normave shoqërore në cilat ndodhemi. Do të thonë një fëmijë i moshës 0-6 muaj deri në 1 vit, ai ka me eksploru krejt ambientin në cilin ndodhet. Është e prishme prej tij me bu lëvizje të përsëritura, ose prej një fëmijë të moshës 1 deri në 2 vjet, momenti kur fillon me pavarësinë hapat e parë dhe do me eksploru krejt botën që ka shfaq përpara vetes, në momenti kur prindi nuk e kupton që fëmiu i bën sjellje të caktuara jo për me irritu prindin, po për shkak që është të eksploru ambientin ku ndodhet, atëherë prindi ka me pas shumë atlet një qasë edhe sfidave që përmend në fillim të ndërtimit të shtëpisë, do me thonë, kjo është pjesa nëse kupton fazën e zhvillimit, edhe sfidat kimi të i kalu, do me thonë, shumë alet. Sepse ti e din që fëmiu në fazat të ndryshme të jetës ka me të i kalu procese të ndryshme, po në rast se ju si prind, ose edhe si edukator, si mësimdhënës, ose si profesionist shëndetësor, si person i cili je në proces të edukimit, nuk e kupton fazën e zhvillimit të fëmijët, ke me pas shumë vështirë, ke me hasën probleme, edhe mandej ato pritshmëritë kanë me qenë, do me thonë, zhgënjyse në raport me fëmijën tënd. Po e mendoj se kështu si kur të rritur në një ambient në Montessori, na e luajm rolin e rregullatorit në farë mënyre, ndihmojmë fëmijëve ata me gjetë që të procesin e vetë rregullimit, po nuk mundesh me e mësu fëmijën me u vetë rregullu. Diqysh dush me pas kapacitetin, mundësin vetë me vetë vetën, që i zgjidh ti problemet, ai merr prej personit të rritur. E mendoj që në procesin e disiplinës pozitive, mendoj që gjithçka fillon prej edukimit prindit me vetë-vetën, që me thonë. Nuk është gjithmonë veç me e apliku me fëmijën e gjatë caktume, po edhe në proces të disiplinës pozitive me e njoft pak ma shumë vetën, pak ma thellësisht me kuptu pak çka të pengon edhe çka mundet me trigger, me të nxit me usillën në mënyrë caktume, se mendoj që është proces ku të dy palë të rritën në farë mënyrë. Edhe fëmija rritet, po edhe prindi rritet, se nuk është diçka që është prindrimi, është diçka që njerëzit lindin me to dhe dinë që është me usill, përkundrazi është diçka që mësohet, edhe është proces shumë i vështirë edhe i gjatë, edhe do të me pas shumë durim, edhe sa ki durim me fëmijën, do të me pas durim edhe me vetë-vetën, se nuk mundemi si prind gjithçka me ditë edhe me pas një shkop magjik edhe po disiplina pozitive, që është edhe ti na jep çat mundësinë do me thonë me kuptu fazën zhvillimore edhe me pas qatë procesin e dhanjës të instruksioneve non-stop. Mendoj që procesi i prindrimit është që kjo që duhemi me folë non-stop me fëmijë edhe me mundu me marrë ma të mirën dhe me nxirë ma të mirën prej tëne. Një prej aspektit praktik, po e përmendim moshën 2 vjeçare deri në 3 deri në 4 është ajo faza e vështirë e zhvillimit fëmijëve. Mirë po faza 4 deri në 6 është një fazë tash tjetër e zhvillimit që bëhet shumë e lezetshme edhe prindrimi edhe fëmijët hynë në një fazë tjetër zhvillimore. Tash është ajo procesi vetë rregullimit.
Disiplina pozitive do thot përveç mjeteve që ofron si strukturën edhe ngrohtësinë që i ka dy elementet kryesore që më të lehta që mund secili prind mi ofru fëmijët e vet do thot, e ka si pikë kryesore do thot menaxhimin apo vetkontrollin. Edhe përmes vetkontrollit do thot ti e lun rolin e një prindi i cili ka vetkontroll dhe modelon një sjellje të tillë para fëmijët. Momenti kur e modelon një sjellje të tillë, mos harro që gjithmonë pasqyra e një fëmijët është prindi, edukatori apo kujdesari i tij. Dhe varësisht se çfarë i ekspozohemi atij fëmijët, çka i ofrojmë atij fëmijët, ai ka me i modelu sjelljet pothuajse të njëjta. Në rast se një prind menaxhon vetkontroll, që nuk është e lehtë, është proces i cili mësohet me kohë, do thotë, atëherë edhe fëmijët ja ofron një mekanizëm të vetë kontrollit, menaxhimit të sjelljeve, edhe pse në këtë moshë është goxha delikate, sepse është mosha kur ata janë shumë imagjinar, eksplorues, fillojnë me nda botën reale prej asaj imagjinare, mandej fillojnë me u bë nganjëherë ndoshta edhe të bezdisshëm sepse aq shumë ka nevojë për informata, saqë momenti kur një prind është i lodhur nga puna për shkak dinamikës së jetës, edhe presioni që i bën fëmia pyetjet pafundme, atëherë mundet me arrit edhe deri te një konflikt. Po në rast se prindi e kupton fazën e zhvillimit, i përdor mjetet e duhura edhe në njëjtën kohë modelon menaxhim të kontrollit të sjelljeve, atëherë ka shumë më të lehtë që edhe me bë këtë procesin apo rolin e prindrimit. Sepse fëmiu ka me përveçsu si mekanizëm edhe gjithmonë në raport me të tjerët, me shokët e kopshtit, me shokët e klasës në të ardhmen apo edhe me miqtë e vet në të ardhmen, ka me modelu një vetë menaxhim të sjelljeve, domethënë vetë kontroll. Për pas pjesës të vetë kontrolës, mendoj që diçka tepër e rëndësishme edhe që ka mundohem non-stop na me bu në klasë në te nido, është që po mundohemi pak m'ja u jap fëmijëve shansën me mësu rregullat edhe empatin. Empatia është një pjesë tepër e rëndësishme e zhvillimit të njeriut edhe fillon që ashtu shumë herët. Mos me pas qasjen e kush e pat mirë, kush e pat keq, po me e gjetë mesin edhe gjithmonë me e zhvillu pjesën e empatisë. Prej perspektivës të disiplinës pozitive, a ka diçka që e lidh këtë pjesën e empatisë me qëtë proces? Po, do thotë disiplina pozitive e ka pikën kryesore, do thotë që fokusi, do më thonë pika kryesore është zhvillimi emocional. Edhe zhvillimi emocional, pavarësisht të fëmijët, do më thonë maturimi i trurit apo pjekja e trurit nuk përfundon deri mbi moshën 18 vjeçe, do më thonë fëmijët duhet me modelu pjesa empatisë, në mënyrë që ai me kriju, me përvetësu edhe me pas mandej si diçka të brendshme të vetën edhe me modelu si sjellet tek të tjerët. Kështu kam e kalu edhe problemet, sfidat që kam i pasur në kopsht, sepse veç tu i instaluar ndjenjën e empatisë, fëmiu mëson mi nda lodhrat me të tjerët, dhimbjen, domethënë edhe gjithçka tjetër. Kështu që disiplina pozitive e ka si pikë kryesore, domethënë edhe pjesën e empatisë, domethënë duhet më mësu me fal, duhet më mësu me qenë i sinqert, edhe po gjithmonë duhet më mundu me kuptu për të sjelljeve të tjetrit, domethënë çka e ka shty me ardhrit e ai veprim, asnjëherë mos me gjyku situatën, mirë po me pas ndjenjën e empatisë. E këto mas mirë t'ja bën personi i cili kujdeset për fëmijën. Po, se po sillet muhabeti gjithmonë te pjesa e prindit edhe roli i prindit në qëtë proces, që ma shumë e lun rolin e udhërëfysit, pak a shumë si qysh janë edhe kushtimisht mësueset në ambiente Montessori, na i konsiderojmë që ato janë udhërëfyse. Njëjtë po është edhe puna edhe roli i prindit, me qenë ma shumë udhërëfys e ma pak kontrollues. Mendoj që janë disa probleme që vinë kur prindi mundohet me kontrollu çdo proces të zhvillimit fëmis edhe me ndërhy në qatë proces. Si përfundim, mendoj që kjo tema e disiplinës pozitive është jashtëzakonisht shumë e gjatë. Na vetë kur jemi folim me orë, po faleminderit shumë që ke ardhur dhe që ke nda kohën me diskutu pak edhe me ja prej vetës këto çka po cilësojën e që e dirë mas mire. Faleminderit, për mu ka qenë kënaqësi, me qenë shumë se kom përfundu rrugtimin tim, do më thonë këtë proces të disiplinës pozitive, sepse po vazhdoj ende, do më thonë, me apliku të fëmijët e mi, nuk është e lehtë, do më thonë, duhet me pas shumë durim, duhet me pas edhe kohë, mënyrë që me bo ma të mirën edhe me lujtë atë rolin e prindrit, sepse ne nuk kemi pas mundësi të kaluar, do me thonë, me lujtë këtë rol.
Këtë rol e kemi mësu prej prindërve tonë edhe prej rrethit, do me thonë. E po sot është mundësia shumë e madhe, sepse programi mundet më ofru prej mënyrave të ndryshme, çka jep, do me thonë, një prindi i jep, ose një edukator i jep një instruksion se qysh duhet me qas fëmijët në secilën fazë të zhvillimit. Mënyrë që me kuptu se në çka është tu kalu, çka pjeshtym pra pasjelleve të fëmijët. Do me thonë, këtë mënyrë besoj që secili ka me ndiku për me përmbusha ciklin e edukimit të fëmijët, jo vetëm prej anës të prindit, edhe aq më pak jo vetëm prej anës së edukatorit. Do të thonë, është një farë zinxhiri që duhet më plotësu, me bu më të mirën secili prej tyne, në mënyrë që me lut këtë rolin e plot edhe me ia dhon mundësinë që fëmiu, do të thonë, me pas një ambient sigurt, një hapësirë ku ka me pas mundësi me qenë i pavarur edhe një mundësi për me mësu. Edhe mendoj që mënyra e vetme është nëpërmjet disiplinës pozitive. Na jemi si metodologji e përkrojmë tepër shumë edhe gjithashtu e kundërta disiplina pozitive përkroj procesin e Maria Montessorit. Albi, faleminderit. Faleminderit juve.